nga Amerikën Latine apo jugore, ku do të tjetë, sepse jam i zoti i shtëpisë, unë thotë Amerika, dhe do të kuptuar kjo që tashmë Amerika e ka shumë të lehtë të bëjë çfarë të dojë, sepse të gjitha ato forcat që u propozoshin ose që ne mendoshim apo që ne na usonte që janë rivalet kryesorë të Amerikës, siç është Rusia, Kina, Irani, etj. Të gjitha tash kuptohet që dolën blok dhe vetmja superfuqi në botë është Amerika dhe tashmë nuk ka asnjë forcë apo asnjë rivalitet që të thotë Amerikës stop deri diku, dhe për këtë bën çfarë të dojë vetë dhe të gjitha thëniet e tjera të shtetet të tjera janë thjesht për të kaluar kohën, është për të ardhur keq, ndoshta nuk është e logjishme nga drejta ndërkombëtare që një shtetësi ose një hajdut ose një bandit të bëjë çfarë të dojë, por koha tashmë kjo është dhe strategjia e Amerikës është çdo ditë më shumë po del në fakt që unë tashmë jam i vetmi, nuk do të ketë asnjë tjetër mbi unë, si të gjithë të tjerë po harxojnë eforin e tyre, po harxojnë energjinë e tyre, qoftë Kina, qoftë Rusia, qoftë atje Rusia po merret po lufton në tokën e vet, pra dhe Ukraina bombardon me drone me gjëra të ndryshme në Rusi, kurse edhe Kina ka problemet e vete të mrenshme, i ikën po të thuash mbi gjysma e portave që ka blerë prej dekadave të fundit, por në botë që sipas statistikave ndërkombëtare 28%, diku 28-29% e të gjitha porteve në përbotë janë blerë nga Kina, pra janë blerë nga Kina, e cila kjo do të thotë që është një superfuqi në thojza, por realisht në thojza siç quhet me terminologjinë majtiste, imperialiste, pra Amerika, imperializmi amerikan, tashmë duket që ka dalë fitimtare në çdo cep të botës, e cila për të qenë imperiali, domethënë i pari botës ose i zoti i botës, do të kesh ekonominë, do të kesh ushtrinë, do të kesh kulturën. Ne para nëse shohim nga ana e ekonomisë, po, Amerika është e para në botë dhe kjo nuk ka dyshim ashtu, edhe pse ka borxhe të mëdha, ka ndoshta disa probleme ekonomike të veta, nga që është superfuqi e madhe, kjo ja arrin të bëjë çfarë të dojë nga ana ekonomike, nga ana ushtarake dihet shumë mirë që ka mbi 7-8.000 zyrtarisht 7.800, gati 8.000 baza luftarash në çdo cep të botës, pra që është vetmja forcë në të gjithë botën që edhe me të drejtën e forcës bën atë çfarë të dojë, dhe e treta është kultura. Pra kultura ne Griseda të gjitha pajisjet tona që flasin, veshjet tona, materialet teknologjike, të gjitha i kemi amerikane. Pra edhe në këtë, pra edhe Trumpi, në falë, edhe Putini, edhe Jinpingu, edhe i Iranit, të gjithë të përdorin teknologjinë, mos të them tash për reklam, por qoftë nga telefoni, nga veshja, nga këpucet, nga të gjitha materialet e përdorin amerikanë. Kështu që vetmja forcë imperiale në botë është Amerika dhe ndoshta i jep atë vetbesimin Amerikës si të bëjë çfarë të dojë, por gjatë këtyre 2 viteve të fundit në fakt Amerika ka testuar shumë qoftë Kinën, por edhe Rusinë ka testuar se sa do të kanë forcën ata për të dalë kundra Amerikës, e kanë testuar në shumë vende të ndryshme të botës dhe sidomos në Gaza, pra në Gaza dhe në Iran, ku në fund të bëllë lufta Iran me Izrael, e cila u priste prej gati gjysmë shekulli, dhe asnjë nuk patën, nuk kishin forcën që të nxjerrin zë. Pra dhe kështu që tashmë ai i forti të fortëve është që do bëjnë çfarë të dojë, kush shumë më shumë shpejt domethënë. Do kemi edhe blerjen apo marrjen e Grenlandës, apo edhe vendet e tjera si që janë Kolombia, Meksika, po qoftë edhe në Azi dhe në lindjet e largët. E qartë. Sokol, nga ana tjetër, e gjithë kjo deklaratë e ardhur nga Erdogan, mendon se është një mbrojtje e Maduros, apo nga ana tjetër mund të jetë një mesazh më i gjerë kundër ndërhyrjeve ndërkombëtare? Jo, në fakt mesazhi është i rritit diplomatik, sepse mirë që Erdogani nuk e ka peshën për vendosmëri kundër Amerikës apo kundër një shteti superfuqi që është Amerika, por është e drejta e tij dhe është normale domethënë mesazhi i tij, por duhet kuptuar kjo që marrëdhëniet Maduro-Erdogan kanë qenë vllazërore, kështu është quajtur nga presidenti Erdogan, dhe Erdogani ka thënë që pas 15 korrikut të 2016, pra fuqi ushtarake që është bërë nga të mallkuarit e Fethullah Gülenit, quhet në Turqi, pra
Doja I pari lider në botë që ka kërkuar Erdogan dhe kanë thënë çfarë është e nevojshme, unë jam pranë teje, është Nicolas Maduro dhe pastaj ka ardhur në vizitat e tij në Ankara dhe shpritur ndërmallështore, në fakt jo vetëm ai, por të gjithë liderët që vinë në Turqi dhe ka qenë një mesazh sensibilizues, por jo se ka një peshë, domethënë të ndryshoj qendrim Trumpi ashtu. Këtë arrestimin e Maduros dhe mesazhet e të tjerëve për krahjen e Maduros duhet të shohim në fakt edhe nga politikat e mrenshme të Amerikës, ku ato gjërat më kryesore në prononcimin pas arrestimit të Maduros janë bërë edhe nga Marco Rubio, ku pavarësisht se ne nuk jemi specialista në të politikat e mrenshme të Amerikës, por pak a shumë e dim që Marco Rubio në shtetin aty ku merr votat tek votuesit e tina, ai dhe familja e tij mbahen me emrin Narco Rubio, edhe jo Marco Rubio, por Narco Rubio, e cila votat kryesore dhe parat kryesore, parat shumica e parave që vinë nga lobimi për zgjedhje, sepse ka një sistem krejt ndryshe Amerika, jo si tek ne në Shqipëri. Ato janë, po të thuash, më shumë se gjysma janë nga diaspora dhe nga lobet e Kolombisë, nga lobet e Meksikës, të Venezuelës, pra janë ata popull që kanë hikur nga shtetet e tyre dhe kanë shkuar në Amerikë, dhe këtë do ta shohim një gjë si personalen të Marco Rubio, i cili arriti të bindi Donald Trumpin që të mori këtë ushtrim, dhe nëse ju kujtohet, atë i tha që ky burr këtu për zotin Trumpin nuk është një burr që bën shaka dhe çfarë thot e bën. Pra, të keni kujdes të gjitha, edhe nuk friksoj vetëm thjesht Kolombin apo Meksikën, por ky mesazh ishte edhe ndoshta edhe për të gjithë anëtarët e NATO-s, edhe për automatikisht edhe për Erdoganin, edhe për të tjerët. E qartë, mirë, Sokol, ndalemi tek një tjetër temë, ku presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenski, ka thënë të mërkurën se dëshironte një takim të ri me presidentin e SBA-s Donald Trump, ndërsa ndërkaq zyrtarët e tyre rishikuan dy çështjet më problematike në bisedime që synojnë ndoshta t'japin edhe fund luftës së Rusisë në Ukrainë. Pse Zelenski, Sokol, kërkon një takim urgjent me Trump pikërisht tani, dhe është Washingtoni gati të ofrojë Ukrainës një garanci sigurie për më shumë se 15 vjet? Në fakt ka pas siguri nga Washingtoni, nga Londra, nga Gjermania, në 93-shin ka kanë qenë të shtetet kryesorë që kanë dhënë garancinë që nuk do sulmohet nga Rusia kjo Ukraina e sotshme, por të gjitha kanë dalë të kota dhe japim, edhe nëse i intereson Amerikës mund të japi një garanci të tillë për një dekadë gjys apo për më shumë, por realisht duhet parë pikat kryesore të interesit amerikan, pra geostrategjik, që me të vërtetë është shumë e rëndësishme Ukraina për Amerikën, apo është thjesht për të harxhuar efortin dhe energjinë Rusia aty ku tashmë ka bëhen 4 vite që po e harxhon aty dhe nuk po e rikuperon dot vetën, ku humbi të gjitha efektivitetin, të gjithë pikat e saj që ka pas, qoftë në MSD, qoftë në Amerikën Latine, pra në Venezuela, tashmë shumë afër edhe Kuba, po hiket nga duart e Rusisë dhe nga duart e Kinës, kështu që edhe Zelenski ka kuptuar automatikisht që pa vendimin e Amerikës, pra pa vendimin e Trumpit, po kush do qoftë në Amerikë, në fakt nuk është sot është Trumpi, por nesër ndryshon, dhe pa vendimin e tyre nuk bëhet asnjë, dhe këtë e kanë kuptuar shumë mirë, dhe nëse ju kujtohet në samitin e NATO-s të radhës që ishte në Europë, gjithë liderët e europian i thanë që ti e baba jon Amerikës, pra këtë e kupton edhe Zelenski, këtë e kupton çdo kush që është, por lufta në Rusi, nëse mendoj unë që nëse Rusia ka harxhuar të gjithë efortin e vetë, të paktën për 2-3 dekada me radhë, nuk është gjendje ta rikuperojë atë forcën e humbur që e ka humbur që 4 vite, lufta mund të marrën, por përndryshe është e pamundur, sepse interesi amerikan është jo vetëm të luftojë, sepse Amerika nuk lufton me shtete të mëdha, por lufton ato ku janë të dobta, dhe nëse pa ardhur Rusia në një pikë, domethënë që pa dalë knockout për i mbaruar krejt, nuk marrën lufta, sepse pastaj fillon zgjerimi i Rusisë, dhe kjo ishte një, mund ta quajmë një pallëgoritje e ish KGB-s, pra domethënë inteligjencës ruse, jo që tani, domethënë jo tani 4 vite dhe fundit, por në fillimin e saj ku filloi zgjerimi në thojza Rusia, në Odesa, të Gjeorgjisë, në vendet e tjera, por në fakt çdo ditë më shumë Rusia arriti të humbi, në Siri ka humbur të gjitha gjërat, po ashtu